Automjetet të cilat i kalojnë 10 vite ose 12 vite konsiderohen si të amortizum 80%. Për këtij pozicionit në qoftë se e kthyrmi, atëherë ato sigurisht se do të me pas një përkujdes të jashtëzakonisht më të madhe nga organet shtetërore, sa i përket edhe kontrollimit teknik. Na e dim se në Kosovë kemi kontrollimin teknik periodik për automjetet zyrtare, pastaj ose për ato automjetet që janë në shërbim palës trajte, kemi edhe kontrollimin e rregullt, sidomos se kemi edhe kontrollimin e jashtëzakonshëm paralel. Ndryshimit ligjit për automjetet duhet më bën ndryshimi i ligjit për doganimin e automjeteve. Për shkak se qytetarit duhet më afru që përmes sistemit të lehtësimit të doganave duhet më ofru të njëjtin çmim 12 vjeçarin me 6 vjeçarin. Në këtë formë, atëherë kishim mujt me rujt edhe sigurinë komunikacion, mirë fresku kjerët, me e bo një interval prej 5 vjetëve deri në 10, me të njëjtin dukon, pastaj me një analizu për futjen e ekotestit. Mundet më bënë në qoftë se na nuk e ndryshojmë rregulloren mbi importin e automjeteve. Sigurisht se ka më të bë, për shkak se në qoftë se ende futet mbehet në fuqi se 6 vjeçari duhet më konë më i shtrenjtë se sa 12 vjeçari, atëherë sigurisht se kjo formë do të na sjell automjetet ose llomin e krejt Evropës. Në qoftë se na ndryshojmë edhe tarifën e doganave, e bojmë se 6 vjeçari me konë më i lirë se sa 12 vjeçari, sigurisht se do ta kemi një freski edhe të automjeteve të reja, edhe një freski të sigurisë në komunikacion sa i përket edhe faktorit automjet. Nëse mbeten me të njëjta tarifa doganore, sigurisht se ka me prunë, për shkak se sot i kemi tarifat, i kemi doganën që e simulon automjetin e vjetër, në këtë formë atëherë që automjeti i vjetër është më i lirë për import si i rejo, atëherë sigurisht se gjitha këto grumullohen. Elementare është albet në qoftë se neve na e ndryshojmë ligjin mbi doganimin e automjeteve. Edhe sigurisht edhe për lejimin e importit automjetet vjetra, e lojmë qytetarin përmes gjedhë më të lirë, edhe më të ri, ose më të vjetër edhe më shtrejtë. Me qenë se procedurët e doganimit janë tilla, na kanë imponu hyrja automjeteve të vjetra, pastaj kriminalitetin automjetja, hekjen e numrit shasis, bartën e automjet tjetër, këto fenomene shteti i ka bo. Shteti ja ka mundësu qytetarëve. Unë edhe një po të them, hini në institutin e statistikave, edhe shihni se na i kemi dikon rreth 80% automjeteve mbi 17 vjet. Do thotë qytetari nuk ka pas mundësi teknike për me blerë një këtë ri për shkak të procedurave doganore. Edhe ju kanë nështruar ka marrë 10 vjeçarin ose 11 vjeçarin, sa ka qenë ajo, mas një viti ai ka doli amortizum 80%. De facto absolutikisht kurrë s'kan bë. Definitivisht s'kan bë kurrë. Ndryshimi tarifave doganore për doganimin e automjeteve që e sjesin qytetarin me zgjedhje të lirë e të ri në krahasim me të vjetër e shtrenjtë. Kjo është procesi që na duhet për me kryer në Kosovë, edhe mësane me fillu me procedura tjera, ekotestin e elementet tjera të cilat janë të nevojshme. Ajo që unë e preferoj gjithmonë është që qytetarët me zgjedh veturën e re, pavarësisht se kostoja e tina mundet më konë pak më e madhe, edhe pastaj është sa i përket sigurisë rrugore, gjithmonë qytetarët duhet me pas parasysh drejtimin e automjeteve brenda kushteve të rrugës. Brenda kushteve të rrugës, në rrugë që nuk i kemi të përshtatshme për drejtimin e automjeteve as me shpejtësi të kufizuar, për shkak të zbullimit të koeficientit të varësisë, mungesës sinjalizimit, mungesës të sinkronizimit të sinjalizimit horizontal vertikal, pastaj amortizimit të pajeve elastike, do të thotë se nuk e kanë efektin e mbrojtjes, pajet elastike në rrugë nacionale e regionale nuk kanë atest, shka ka më të thonë tjetër, de facto këto janë elementet faktorit rrugë dhe të automjetit që na nuk kemi kërkajs.